Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka zhvilluar këtë paraditë një mbledhje në vilën 30 në Tiranë me disa ministra, zëvendës ministra dhe drejtuese lartë të policisë së shtetit. Në fokus ishin prioritetet e çdo sektori dhe koordinimi mes ministrave, përfshirë sistemin e adresave dhe çështjet ligjore. Kryeministri Edi Rama ka mbledhur këtë paraditë në vilën 30 në Tiranë një grup të gjerë të ministrave dhe zëvendës ministrave, duke përfshirë ministrin e ri të brendshëm Besford Lamadhari dhe zëvendës ministrat Xhemal Qefalia, Silva Caka dhe Anisa Ruseti. Në takim mori pjesë edhe ministri për pushtetin vendor Ervin Demo për të diskutuar mbi sistemin e adresave që lidhen në ministrinë e brendshme. Gjatë mbledhjes u fokusua analiza e prioriteteve të secilit sektor dhe koordinimi i punës mes ministrave për një funksionim më të mirë të efektshëm të qeverisë. Pas përfundimit të takimit, kryeministri priti ministrin e ri të drejtësisë Toni Gogu për të përcaktuar çështjet ligjore që duhet shohen përpara, duke përfshirë ndryshimet në kodin penal dhe kodin e procedurës penale. Në këtë mënyrë, qeveria synon të forcojë koordinimin ndërmjet institucioneve dhe të përshpejtojë reformat në sektorët kyç. Kryedemokrati Sali Berisha e cilësoi abuziv çmimin e naftës në Shqipëri, duke theksuar se karburanti shitet deri në 60% më shtrejt se në vendet fqinj. Ai listoi faktorët që sipas tij rrisin koston për familjet shqiptare dhe kritikoi mënyrën se si qeveria po administron rezervat e naftës. Berisha paralajmëroi gjithashtu për shkallëzim të aksionit opozitar në mbar vendin, duke dhënë mesazhe të forta kundër mazhorancës dhe kryeministrit Edi Rama. Nga Silia Blu, Sali Berisha denoncoi çmimet e larta të naftës në vend, duke theksuar se ato të i kalojnë me 60% vlerën e tregjive në Maqedoni dhe Kosovë. Ai listoi 3 faktorë kryesorë që sipas tij rëndojnë buxhetin familjar të qytetarëve: ngarkesën fiskale mbi litrin e naftës, kontrabandën e karburantit dhe kostot e magazinimit në depozitat private. Shkaqet e këtij çmimi të lartë, para zgjithash dhe mbi gjitha, lidhen me ngarkesën absurde të pamshirë fiskale mbi litrin e naftës që Edi Rama ka vendosur. Është kontrabanda e naftës. Asnjë litër naftë nuk hyn në Shqipëri me bote. 350.000 ton naftë kontraband hyn në Shqipëri në portet që kontrollon qeveria. 350.000 ton naftë kontraband janë të barabarta me të ardhur aktuale 410 milion euro. Që të gjitha shkojnë në familjen e kryekontrollorit të kontrabandës që quhet Edi Rama. Faktori tretë janë rezervuarët e naftës apo depozitat e naftës, të cilat në kuptimin e rezervës shtetërore mund të jenë shtetërore, mund të jenë private, mund të jenë shtetërore dhe private. Vendimet më pashme të qeverisë i kanë shpallur ato private, por natyrisht magazinimi ka çmimin e tij dhe atë çmim kompanitë private ja marrin konsumatorit. Në një kohë kur atij çmimi duhet t'i përgjigjet qeveria, sepse ajo rezervë mbahet për llogari të shtetit. Ai kritikoi premtimin e kryeministrit për ulje të aksizës vetëm kur çmimit e arrin mbi 2200 lekë për litër, duke e cilësuar si akt cinik. Ky është një akt i papërgjegjshëm. Ky është një akt cinik. Ky është një shpërfillje madhe për qytetarët shqiptar. Partia Demokratike ka gati paketën e programit të saj, me të cilin ajo vendos mbi naftën të njëjtën ngarkesë fiskale që ka Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Në fushën politike, Berisha paralajmëroi se Partia Demokratike nuk do të bashkëpunojë me mazhorancën për ligjin e referendumit, ndërsa do të vazhdojë të punojë për reformën zgjedhore dhe territoriale. Jemi të angazhuar në procesin e reformës, në 2 reformat, sepse kjo, mendojmë ne, është jo se besojmë se Edi Rama do pranoj të ketë një produkt të përbashkët, jemi të bindur që nuk beson, por nga ana tjetër, ne kemi një opinion të tërë që kërkon që ne të paraqesim variantin ton dhe ata të njihen me te. Dhe ne jemi në këtë. Por ne të votojmë në mënyrë të njëanshme ligjet Partisë Socialiste, nuk votojmë asnjë. Në një mesazh ndërkombëtar, Berisha përkujtoi 27 vjetorin e sulmeve të NATO-s ndaj Serbisë dhe i bëri thirrje Kongresit të SBA-s të shqyrtojë mundësinë e antarësimit të Kosovës në Aleancën e Atlantikut Veriut. Antarësimi i Kosovës është një mesazh i kufirit të thana për Putinin dhe ambicjet e tij në Ballkan. Është një kundërpërgjigje shkëlqyer që u jepet
përpjekjeve të pandërprera destabilizuese, ambicjeve të hershme imperiale që përfaqëson sot Vladimir Putin. Ai gjithashtu denoncoi trajtimin e ish-presidentit Ilir Meta duke akuzuar Edi Ramën për përdorimin e kriminalëve për indimitim brenda qelisë të burgut 313. Denoj me neverin më të madhe aktet e turpshme të intimidimit që ata i bëjnë, duke dërguar kriminal për t'i çpuar shishet e ujit dhe akte të tilla që tregojnë fytyrën e poshtër të Edi Ramës, që të gjitha janë me urdhër të Edi Ramës. Berisha nuk dha një datë konkrete për protestën e radhës, por paralajmëroi se revolta popullore do të shtrehet në të gjithë vendin duke përshkallëzuar aksionin opozitar. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka përgatitur projekt ligjin për referendumet vetëm pak ditë pas kërkesës së Edi Ramës. Taulan Balla deklaroi se drafti do t'i nënshtrohet konsultimit publik dhe politik përpara depozitimit. Ligji mund të hapë rrugën për një referendum mbi uljen e numrit të deputetëve. Vetëm 3 ditë pasi kryeministri Edi Rama kërkoi hartimin e një ligji për referendumet në Asamblenë Kombëtare, grupi parlamentar socialist ka përgatitur draftin përkatës. Kreu i grupit Partisë Socialiste Taulan Balla në një konferencë për shtyp bëri të ditur se projekt ligji nuk do të depozitohet menjëherë në kuvent, por fillimisht do t'i nënshtrohet një konsultimi të gjerë publik dhe politik. Ta depozitojmë në kuvend për të nisur procedurat legislative, ato do t'ja nënshtrojmë një procesi të gjerë konsultimi. Balla ftoi dhe opozitën që të bëhet pjesë e këtij procesi dhe të kontribuojë në mënyrë konstruktive. Edhe t'i presim para se ta depozitojmë, por një gjë është e sigurt që s'ka për të ardhur. Paktën deri kur mbarojnë zgjedhjet për kryetarin e Partisë Demokratike, që është një garë shumë e fortë dhe nuk dihet kush do fitojë. Sipas Ballës, ligji për referendumet mund të hyjë në fuqi në vijeshtë dhe një nga çështjet që mund t'i nënshtrohet qytetarëve është ulja e numrit të deputetëve në 100 përmes një referendumi kombëtar. Nuk bëhet fjalë për të shkuar në një referendum për të shtruar si amendament kushtetues numrin 101 të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, sepse kjo kërkon që ti të shkosh përmes 2/3 të kuvendit, pra duhet ta ndërmarrësh një herë. Por referendum për të pyetur shqiptarët, a jeni dakord për të ulur numrin e anëtarëve të kuvendit, ajo që ka thënë kryeministri Rama, unë mbështes plotësisht, është një ide për ta çuar për referendum, por sigurisht pasi të kemi ligjin, se s'kemi një ligj për referendum. Zoti Balla, Ndërkohë, për ndryshimet në kuadër të reformës në drejtësi, ai theksoi se nuk do të jetë nevojshme mbajtja e një referendumi pasi çdo ndërhyrje në këtë fushë kërkon konsultim dhe miratim nga Komisioni Evropian. Duhet të ritheksoj sot sa i përket gjitha ligjeve që lidhen me kapitujt e marrëveshjes për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, çdo fjalë, çdo gërm, çdo presje në këto ligje konsultohet me Bashkimin Evropian, me Komisionin Evropian. I pyetur nëse do të merren masa ndaj Spiropalit, Balla dha këtë koment. Unë nuk i marr vetë vendimet, i marr me grupin parlamentar. Kështu që do ta pyes grupin parlamentar edhe për këtë çështje. Drafti socialistëve parashikon 3 lloj referendumesh, kushtetues, të përgjithshme dhe vendor. Sipas tij, një referendum mund të kërkohet nga 50.000 qytetar përmes firmave të depozituara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nga 1/5 e deputetëve, si dhe nga Këshilli i Ministrave. Kandidatët për postin e drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit kaluan të martën fazën e dytë procesit, atë të investimit nga Komisioni i Posaçëm pranë Ministrisë së Brendshme. Nga 16 kandidatë fillestar, vetëm 14 plotësuan kriteret ligjore dhe vijojnë ngarët, ndërsa 2 juristë u përjashtuan. Procesi për zgjedhjen e pasuesit të Ilir Prodës si drejtuesi i Policisë së Shtetit kaloi në fazën e intervistimit këtë të martë. Komisioni ngritur pranë Ministrisë së Brendshme i përbër nga zëvendësministria Silva Caka, sekretaria e përgjithshme Kledi Angjela dhe kreu i AMP-s Eduard Merkaj intervistoi kandidatët sipas rendit alfabetik. Faza e parë i verifikimit të dosjeve të vit deklarimit përjashtoi 2 kandidatë që nuk plotësonin kriteret ligjore, Ejona Gurbardhi dhe Suela Sulkaj, të dyja juriste dhe jashtërrallëve të Policisë së Shtetit. Garën e vazhdojnë 14 kandidat, pjesës së cilës janë 3 drejtorë departamentesh, Pullum Seferi, Neritan Albati dhe Sajmir Boshnjaku, 4 drejtorë qarqesh, Skënder Hita, Elidon Çela, Afrim Tafa dhe Gentian Berberi, si dhe Arianeta Rapi. Nga Akademia e Sigurisë konkurrojnë 6 kandidatë: Alfred Çepe, Rebani Aupi,
Lorenz Panganinka, Idajet Faskaj, Tonin Vocaj dhe Gentian Shehaj. Gjatë zhvillimit të intervistave, Ministria e Brendshme u vizitua nga diplomati amerikane Nancy Van Horn, një tregues i rëndësisë që komuniteti ndërkombëtar i procesit të përzgjedhjes së udhëheqësit të policisë. Pas përfundimit të intervistimeve, kandidatët do të pikëzohen nga komisioni dhe lista e rezultateve do të dorëzohet ministrit të Brendshëm Besford Lamadhari. Kryeministri Edi Rama do të ketë fjalën e fundur për të zgjedhur pasuesin e Ilir Prodës nga kryesuesit e listës së rezultateve. Një ngjarje e rëndë kanë tronditur fshatin Kuman ku një 80 vjeçar dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij dhe më pas i ka dhënë fund jetës. Krimi dyshohet të ketë ndodhur brenda banesës së çiftit duke lënë të vdekur 75 vjeçarin. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe motivet e kësaj tragjedie familjare. Një krim i rënd në familje ka tronditur këtë pasdite fshatin Kuman, ku një i moshuar dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij dhe më pas i ka dhënë fund jetës. Sipas informacionit parapra nga policia, ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:30, kur shtetasi Shefit Rapaj, rreth 80 vjeç banues në këtë fshat, dyshohet se ka qelluar me armë zjarri pushk bashkëshorten e tij, Dashuri Rapaj, rreth 75 vjeç, brenda banesës së tyre. Pas ngjarjes, i moshuar dyshohet se ka përdorur të njëjtën armë për të dhënë fund jetës. Menjëherë pas njoftimit në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë së shtetit dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për sigurimin e provave dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Burimet paraprake bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në ambient të brendshëm të banesës, ndërsa deri më tani nuk ka ende një version zyrtar mbi motivet që mund të kenë çuar në këtë akt ekstrem. Hetuesit po punojnë për të hedhur dritë mbi dinamikën e plotë të ngjarjes, si dhe për të sqaruar nëse çifti kishte pasur konflikt të mëparshëm apo probleme të tjera. Ndërkohë, kjo ngjarje e rëndë ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqet dhe rrethanat që çuan në këtë krim të dyfishtë brenda familjes. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e Ilir Metës për ndryshim të masës së sigurisë. Ish-presidenti kishte ofruar garanci financiare për një masë më të lehtë, por gjykata nuk e mori parasysh. Meta vijon të qëndrojë në burg për disa akuza të rënda. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka rrëzuar kërkesën e Ilir Metës për ndryshimin e masës së sigurisë arrest me burg. Ish-presidenti kishte propozuar një garanci pasurore prej 50.000 eurosh me synimin për të përfituar një masë më të butë, por argumentet e mbrojtjes nuk u pranuan nga trupa gjykuese. Avokati i tij, Kujtim Çakrani, e cilësoi vendimin si të padrejtë, duke theksuar se mbrojtja do të vijojë betejë ligjore në instanca të tjera. Unë ja kërkova gjyqtarit, natyrisht edhe me një hilaritet, i thash sot ja bëjmë një dhuratë presidentit, meqense afatet procedurale dhe fazat hetimore janë tashmë tezauruara dhe nuk ka asi mundësi për prishje provash, intimidim dëshmitarësh apo largim nga vendi kështu me radhë, dhe padyshim i kërkova t'ja bërim edhe një dhuratë sot në ditën e tij të lindjes 24 mars. Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024 dhe përballet me disa akuza të rënda për fshirë korrupsion në lidhje me çështjen Çes Dias, kontratën lobuese të LSI-s në Shtetet e Bashkuara, si dhe pastrim parash për fshehje pasurie. Këtë të martë ish-kreu i shtetit ka shënuar ditëlindjen e tij të dytë në Qili, ndërsa procesi ndaj tij vijon në organet e drejtësisë. Gjykata e posaçme ka ndryshuar masën e sigurisë për ish-zëvendëritoreshën e Akshit, Hava Delibashi, duke hequr arrestin e shtëpisë. Në vend të saj është vendosur detyrim paraqitje dhe ndalim i daljes jashtë vendit. Vendimi është marrë pasi Delibashi rezulton të jetë shtatzën, ndërsa hetimet për çështjen vijojnë ende. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të lehtësojë masën e sigurisë për ish-zëvendës së drejtoreshën e Akshit, Hava Delibashi, duke hequr arrestin e shtëpisë dhe duke zëvendësuar atë me detyrim paraqitje dhe ndalim të daljes jashtë vendit. Sipas vendimit të gjykatës, kjo masë është ndryshuar për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, pasi Delibashi rezulton të jetë shtatzën. Më herët, numri 2 i Akshit kishte kërkuar informacion mbi hetimin 2 mujor të Spakut, ku ajo akuzohet si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që dyshohet se manipulonte tenderat publik. Gjykata kishte vendosur fillimisht të informohej mbi ecurinë e hetimeve nga prokurorët përpara se të shprehej mbi kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë. Ndërkohë, hetimet për këtë çështje vijojnë, ndërsa në kërkim mbeten 2 biznesmen, Ergys Agaçi dhe Ermal Beqira, i të akuzuar për grup të strukturuar kriminal dhe manipulim të tenderave në Akshi. Po ashtu, GKK-ja ka pezulluar nga detyra zëvendësritorin e policisë së Tiranës, Erion Ismailaj, ndërsa drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçaj,
Çanaj ndollet në masën arrest shtëpie. Sipas hetimeve, Agasi dhe Biqiri dyshohet se përmes presionit dhe shantazhit kanë detyruar biznesmenin Gerond Meçe të tërhiqej nga ankimimet për disa tendera me qëllim favorizimin e kompanive që lidhen me të. Gjykata e posaçme ka dënuar me burgim të përjetshëm Altin Hajrin për rrëmbim e pasojë vdekjen e Jan Prengës. I pandeuri ndodhet në Arrati prej vitesh dhe akuzohet se ka bashkëpunuar në krimin e ndodhur në vitin 2020. Trupi i viktimës nuk është gjetur ende. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur fajtor Altin Hajrin për bashkëpunim në rrëmbim me pasojë vdekjen e Jan Prengës, një ngjarje ndodhur në vitin 2020 në Kamës, duke dënuar atë me burgim të përjetshëm. Hajri, i cili ndodhet në Arrati prej disa vitesh, është pronar i resortit në Shija, ku sipas hetimeve u dërkua viktima pas rrëmbimit, që prej asaj kohe nuk është gjetur asnjë qurmë me trupit të Jan Prengës. Përmes avokatëve të tij, Hajri ka mohuar çdo dieni mbi ngjarjen, duke pretenduar se kur automjeti i autorëve hyri në ambientet e resortit, ai ka menduar se transportoi një person i sëmur. Ai ka kundërshtuar gjithashtu provat e spakut, duke deklaruar se nuk ka asnjë fakt që vërteton përfshirjen e tij. Megjithatë, trupa gjykuese e GKK-s ka vlerësuar se provat e paraqitura nga prokuroria janë të mjaftueshme për të provuar faqësinë e tij, duke lënë në fuqi akuzën për bashkëpunim me rrëmbim me pasojë vdekjen. Për të njëjtën ngjarje më herët është dënuar me burgim të përjetshëm edhe Festim Bizhdili, i cili punonte si kopshtar në resort dhe kishte lidhje familjare me Hajrin. Ndërkohë, një proces të veçantë po gjykohet Dritan Rexhepi, i cili dyshohet se ka porositur rrëmbimin nga një burg në Ekuador. Sipas hetimeve të spakut, motivi i krimit lidhet me grabitjen e një sasie kokaine në një port në Britani nga vëllai i viktimës. Në këtë çështje janë të akuzuar dhe 6 persona të tjerë, të cilët dyshohet se kanë marrë pjesë drejt për drejt në rrëmbimin e Jan Prengës, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të fatit të trupit të tij. Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja e rënë në Majat të Podujevës, ku humbi jetën 3 persona. Autorja dyshuar 30 vjeçare Ardita Gashi qelloi fillimisht partnerin e saj pas një konflikti dhe pas një të afërme. Ngjarja përfundoi tragjikisht me vetplagosjen e autorës, e cila ndroi jetën në spital. Detajet të reja kanë dalë në dritë nga vrasja e 3 fish në fshatin Majac të Podujev, ku humbën jetën 30 vjeçarja Ardita Gashi, partneri i saj Ilaz Brahimi dhe 73 vjeçarja Miradije Gashi. Sipas informacioneve paraprake, e reja kishte ftuar në banesë partnerin e saj me qëllim për të sqaruar një konflikt mes tyre. Por situata ka agravuar dhe gjatë një momenti tensioni ajo ka qelluar me armë zjarri ndaj tij, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme brenda automjetit. Pas kësaj, autoria ka dalë jashtë banesës, ku është përballur me nusen e xhaxhait të saj, e cila ishte afruar pasi kishte dëgjuar të shtënat. Burimet bëjnë me dije se ajo e ka marrë peng të moshuarën dhe ka kërcënuar familjarët e tjerë që të mos afroheshin, duke rritur tensionin dhe rrezikun për jetën e tyre. Në vijim, 30 vjeçarja ka qelluar edhe ndaj 73 vjeçares, duke i shkaktuar plagë fatale. Më pas, ajo ka shtënë me armë edhe ndaj vetes, duke u plagosur rënd. E transportuar në spital, nuk ka mundur t'i mbijetojë plagëve dhe ka ndruar jetë disa orë më vonë. Autoritetet në Kosovë vijojnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethonat e kësaj ngjarjeje tragjike, ndërsa motivi mbetet ende i paqartë. Sipas prokurorisë, po punohet për të kuptuar dinamikën e plotë të konfliktit dhe faktorët që çuan në këtë akt ekstrem. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 25 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me diell në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona lindore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të qetë dhe kthjellime. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:29 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:05 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 14 gradë Celsius, Peshkopi 6 deri në 13 gradë Celsius,
Tiranë, 11 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 17 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:23 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 13 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 12 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 12 gradë Celsius. Suarek, 5 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 13 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.